A ki zbulu sekretin pse vlladet e tu të kanë deviju? Po ndoshta dikush dhe një dinor ta ke dhonë edhe ti ja ki vënu? Ndoshta ti kush të kanë ndihmu kur i kanë gjendje më kritike, pastaj e kiti e ke injoru? E kuptove ka tërë belaj? Se neve problem në kanë qeru sintë si dim ka në vinë belajt. Ndërsa të partë të onë, e dishin ka ju vend. Thot, sa herë që i bëshë Allahu gjuna, tha, e diktojsh në vetë. E vërejshë. Tha kun? Tha mu prishke kerri. Ka mundësi me të bloku kerri, për shkak gjunoj, ta? Ka mundësi. Tha për shkak se kafsha, tha nuk mëngon të si mëngojki. Tha sa herë që Allahu, Muhammed ibn Sirin, sa herë që Allahu t'i bësh në gjuna, tha e vishifsh në kundër reflektin e gjunojt të sjellja gruas tem. Si ma mire kam lonë, kush ko e ka bot luftën e tretë botërore, hatë se shuje ti. Edhe po ti ikon, ti gjithmonë ti ikon, jo. Ti isha ki bo jashtë. Do shtë për shkak një gibetit në kafe që e ki bo, për ata tu ka rebullu gruja. Ndoshta, për shkak një gjunoj që e ki bo vlavit tanë, për ata tu ka rebullu gruja. Thot, sa herë që i bësh Allah gjuna, e shifshna në sjelljen e kafshës, sjelljen e gruas, sjelljen e robit. Punëtori i mirë ma shë ka bo, mësish e ka mërë vetë, sa punë me qitën në shimë. Ti ki dalë pishinëve, për ata dhe i ka dalë. Regulloj raportet me Allahun tanë. Allahu ti regullon raportet me krijesat e ti. Regulloj me zotnin tanë me Allahun. Allahu ta qonë bereqetin në këmbët e tua. Edhe nuk lodhësh. A më para se të ata, dhe ma isha Allah shveresh me ta, që i thëke njëri biselevë, se herë kujtona, kur flas apo kur veproj. Qka i thamë Allahut me vetë, pse ke fol këtë fjallë? Qka i thuet i Allahut, pse ke vepru këtë vepër? A logaritmin e para se të folë? Apo na ta bojnë, pastaj, apo o gjefeni u bon. Inë në pak, këpëton lugëva, këpëton pa Allah i falës, pa Allah i ndërshkonë. Apo një në ratin gjekësin të në, galdo, pash Allah. A je e rahatëshëm kur shkojnë në shpi, apo kur shkojnë në shpi, kejt prap do këtë, me shok, super lux. Kur dilsh, shpi, gjenem. Pse? Si kanë vajt ato, ti ki vajt. Për çkak se gjunoj reflekton në shpi në pasqirën tonë, pasqirën e kje në shpi, nuk i kje në sokak. Vëllezër të ndërsh, dini Allahu ta dini mardhënjeve me njerëz.